Përshëndetje nga kuzhina e Irit. Sot kam vendosur me nda me juve edhe një recetë natyrale, super efektive, super shëndetshëm, me vetëm 2 përbars natyral që i kemi në shtëpi. Përbarsi i parë është vaj ulliri, siç po shihni në shishe, si dhe kurkuma, përndryshe shafrani indis quhet në Kosovë, edhe pse shafrani ka ngjyrë të kuqe. Shafran indis, kurkuma, peçujshin edhe e gjeni në çdo market ushqimor tek melmesat, po ashtu edhe kurkuma e gjeni. Për çka na nevojitet kjo recetë natyrale edhe për çka na shërben ju tregoj tash pra. Është super recetë për gjithë neve, pa marrë parasysh moshën ose a jemi të ri, a jemi të plakur, nuk ka lidhje. Shumë herë e ndëgjojna edhe çdo ditë, po ashtu e ndëgjojna edhe pse jemi në moshën e re, kur zgjohemi në sabah, thojmi qaq po më dhem krejt trupi, krejt eshtrat, dhimbje të këmbëve, dhimbje durve, dhimbje gjojve, sikurse më parë dikush. Edhe pse jeni të ri, pra e nini veten si mi pas 70 vjet. Kështu pjo them direkt. Nuk keni fuqi trupore, qarkullimi i keq i gjakut. Po ashtu edhe keni probleme me dhimbje, pra durve, gjojve, trupit, edhe keni infekcione në krejt trupin. Krejt inflamacionet që i keni pra në trup, kur keni inflamacion në trup, pra keni infekcione në trup, po ashtu edhe vjen plakja. Krejt që kanë nevojitin, pra janë vaj ulliri edhe kurkuma. Se të gjonin me mëngjes, bismillah, përdorimin e kësaj recete e bëni çdo ditë. E merrni një lugë të gjellës me vaj ulliri, e përzini me gjys lugë të çajit kurkuma. Edhe e konsumoni çdo ditë. Kjo vlen si për të rit, ashtu edhe për pleqt, po ashtu gjyshet, babgjyshat tonë që ju dhemin, pra eshtrat, nyjet, kanë infekcione të brendshëm. Prej infekcioneve të brendshme në trup, po ashtu vjen edhe e plakja tek të rit. Kështu që ja vlen secili prej neshta përdorim këtë recetë natyrale. Çdo ditë pra merrni një lugë të gjellës me vaj ulliri, edhe gjys lugë të çajit kurkuma. Kurkuma është shumë e mirë kundër infekcioneve, po ashtu edhe vaj ulliri, edhe është e mirë sepse tretet me njëherë me vajin e ullirit. Përdorni këto pra ju që keni infekcione në trup, keni dhimbje të nyjeve, dhimbje të eshtrave pa marrë parasysh, qarkullim gjakut keq, e përdorni edhe keni më bindë vetë, pra sa e shëndetshme edhe pa asnjë efekt ansor për shëndetin janë pra këto 2 përbars kur ti përzina. Çdo ditë në mëngjes në barku në bash. Provone dhe për efektin keni më bindë vetë. Ju falenderoj juve përzemërsisht për çdo pëlqen recetat mia. Faleminderit për përkrahjen që më bëni, komentet e bukura. E deri në recetën e radhës nga kuzhina e Irit. Ju them miru pafshim.